Tregtarët e tregut të fruta perimeve, por edhe ata të tregut industrial në qytetin e Vlorës janë mbledhur sërish këtë të hënë në protest, pasi nuk janë lejuar të hyjnë jo vetëm në ambientet e tregut, por as në dyqanet e tyre. Ata thonë se situata ka ardhur si pasojë e punimeve për rikonstruksionin e tregut të madh të qytetit, investimi i cili ka nisur prej pak ditësh. Tregtarët thonë se bllokimi i hyrjes po shkakton humbje të konsiderueshme ekonomike pasi kanë mallra me vlerë miliona lekë që rrezikojnë të dëmtohen. Ne kemi nevojë atje të vish tek mua në treg, siç vjen kur merr votat, me 200 ushtana mbrapa, atë edhe tek mua pralli që kam unë. Zotri, pse do të heqni do të heq, vëlla, se ti nuk e meriton të rish këtu, po. Unë ku do vete? Nuk përcakto vendin, e ti unë çfarë të bëj? Heq nga puna 500 tregtarë dhe mallin e tyre e hedh në det, dhe populli të Vlorës i hej të drejtën e tregut që i takon. Dhe na çon te vendi ugjërave. I prishi bëri rrugën e Alim Xhelos. U hoqi tëndat, po dyqanet nuk i hoqi, atje funksionuan. Po dhe ne na lër të funksionojmë. O vlla, se erdhi njëri për të blerë shfati jon, është rrezikoj jon, po jo të mbyllësh derën ti me policat mos futem dot brenda. Unë s'kam vrarë njeri. As drogë nuk qes atje në dyqan. Kam 100 milion lek mall. Kam 600.000 lek qyran në muaj. Kam 2 dyqane. Ku do vemi? Pas grumbullimit në treg, protestuesit janë zhvendosur drejt ambienteve të bashkisë, ku kanë kërkuar një takim me kryetaren Brunilda Mersini. Kjo e fundit thot se tregtarët janë njoftuar prej 5 muajsh për zhvendosjen e mallrave dhe lirimin e ambienteve, ndërsa shtoi se në dispozicion ju është vënë një strukturë tjetër në zonën e Çoles. Tregtarët janë të njohur me vendimin e Këshillit Bashkiak prej muajit të shkurt, e ka qenë një kërkesë e tyre që të kishin kohë, flasim gjithmonë për tregtarët të cilët janë tregtarët e mallrave industrial, të kishin kohë të merrnin masa për të gjetur pozicione të tjera dhe koha ka qenë e mjaftueshme se prej muajit të shkurt tashmë kaluar disa muaj. Ata mund ta përdorin tregun në Çole ashtu siç dhe tregu industrial. Ne kemi marrë masa që dhe stacioni i autobusit të zhvendoset, pra qytetarë që duan gjithmonë për mallrat industrial, si kudo në çdo qytet. Ne nëse do të drejtojmë Tiranës, lagja 10 e Tiranës, e njohur prej vitesh tashmë çdo qytetar i Tiranës është një treg i madh ku tregtohet mall industrial. Çdo qytetar, le të themi, i një rajoni shumë larg tregut 10, pra rajoni 5 i Tiranës, e ka shumë larg nëpërmjet transportit urban, vetë akseson tregun. Në çdo qytet, tregu industrial nuk është në qendër të qytetit. Tregtarët kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme për aksesin në bizneset e tyre.